Fatmir Sheholli, analist i njohur në Kosovë, u arrestua të enjte pas disa muaj shëtime intensive nga autoritetet, të cilat dyshojnë se ai ka kryer veprime spionazhi për shërbimet e huaja. Policia e Kosovës ka pasisur vetmanimin e tij dhe ka sekuestruar materiale që mund të ndihmojnë në hetim. Ministri i Brendshëm në detyrë Xhelal Sveçla, gjatë një prononcimi për media, tha se Sheholli kishte përdorur hapësira të pakufizuara në mediat kosovare dhe se ai kishte bashkëpunuar me aktorë që veprojnë për të minuar Republikën e Kosovës dhe progresin e saj. Pa e përmendur direkt, ministri la të kuptoi se Sheholli mund të ketë vepruar në favor të Serbisë. Ky arrest vjen në një periudhë kur autoritetet kosovare kanë rritur kontrollet ndaj personave të dyshuar për spionazh, përfshirë shtetet serbe e shqiptar. Një nga rastet e fundit ishte ajo e shtetase serbe Jelena Gjukanović, e akuzuar për spionazh për shërbimet e inteligjencës serbe, por e cila ka mohuar çdo fajsi. Sipas kodit penal të Kosovës, spionazhi konsiderohet një krim i rënd dhe dënohet me të paktën 5 vjet burgim nëse i dyshuari shpallet fajtor. Hetimet të mëtejshme pritet të hedhin më shumë dritë mbi përfshirjen e Shehollit dhe mundësinë e lidhjeve të tij në shërbimet e huaja. Analistët dhe politik bërësit e shohin këtë arrest si një mesazh të qartë të institucioneve për të mbrojtur sigurinë e shtetit dhe të parandaluar çdo veprim që mund të kërcënojë integritetin e Republikës së Kosovës.